Donald Trump I ka thënë kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu se ai dëshiron që Izraeli t'i jap fund luftës në Gaza deri në janar, nëse ai kthehet në pushtet. Kjo u zbulua nga 2 burime me njohuri për këtë çështje për Times of Israel. Mesazhi u përcoll për herë të parë kur ish presidenti amerikan pritej Netanyahu në vendpushimin e tij në Florida, Mar-a-Lago në korrik, sipas një ndihmësit të Trump dhe një zyrtar I Izraelit, ndërsa Trump ka pranuar publikisht se dëshiron ta fitojë luftën shpejt. Kjo është hera e parë që zbulohet se ka një afat kohor për këtë kërkesë. Netanyahu ka theksuar prej kohësh se Izraeli do të mbajë kontrollin e plotë të sigurisë së Gazës për të ardhmen e parashikueshme pas luftës, dhe zyrtarë të tjerë izraelit kanë folur për mbajtjen e një zone ndalim fluturimi brenda rripit, ndërsa hyn rregullisht në zonat në të gjithë enklavën, por shohin Hamasin duke u përpjekur të rigrupohen. Por kryeministri tregoi të hënën se Izraeli nuk ka arritur ende në fazën e përmbysjes së konfliktit, duke u thënë ligjvënësve se ai nuk mund të pajtohej me kërkesën e Hamas për t'i dhënë fund luftës në këmbim të 101 pengjeve. Trump në javët e fundit ka sinjalizuar se do t'i jepte Izraelit liri më të madhe vendimarrëse, duke kritikuar presidentin amerikan Joe Biden për përpjekjen për të kufizuar objektivat e mundshme të akmarrjes së Jeruzalemit ndaj sulmit me raketa balistike të Iranit më 1 tetor. Ish zyrtari amerikan sqaroi se fitoria para ditës së inaugurimit që Trump dëshiron t'i sigurojë Izraelit në Gaza përfshin edhe kthimin e pengjeve. Trump dhe Netanyahu kanë folur disa herë që nga takimi I tyre në Mar-a-Lago në korrik, dhe Trump tha javën e kaluar se kryeministri e kishte telefonuar.